Sonte në primen e Big Brother Kosova, vëmendja nuk u ndal vetëm të debatet, votimet apo tensionet e shtëpisë. Sa po kamera u ndal mbi të, u kuptua menjëherë se diçka ishte ndryshe. Kushtrimi, djali simpatik dhe i qetë i shtëpisë, u shfaq i veshur si një sherif modern, duke sjell një energji krejt tjetër në skenë, me një kapele elegante që i jepte pamjen e një kaubojsi klasik, një xhaketë lëkure me shini që i rrinte për mrekulli dhe pantallona kauboj, kushtrimi dukej sikur kishte dalë drejt për drejt nga një film western, vetëm se i vendosur në realitetin e Big Brotherit. Në atë pamje i mungonte vetëm pistoleta në brez dhe kali për ta plotësuar figurën. Por ndoshta pikërisht mungesa e tyre e bënte edhe më simpatik, një sherif pa dhunë, pa arrogancë, vetëm me stil dhe qëndrim. Pamja e tij nuk ishte thjesht veshje. Ishte qëndrim. Ishte mënyra si ecte, si buzëqeshte dhe si e mbante veten para kamerave. Kushtrimi nuk kishte nevojë për fjalë të mëdha për të rënë në sy. Ai e bëri këtë me prezencë, me elegancë dhe me një qetësi që sot rrallë shihet në një format kaq të zhurmshëm, që nga hyrja e tij në Big Brother Kosova, kushtrimi është dalluar si një djalë i ekuilibruar. Nuk ka qenë as banori që bërtet më fort, as ai që kërkon konflikt me çdo kusht. Por ka qenë gjithmonë aty, i vëmendshëm, i respektueshëm dhe korrekt. Dhe sonte, me pamjen e sherifit, ai sikur e përforcoi edhe më shumë këtë imazh, një njeri që mban rendin me qetësi, jo me presion. Publiku e ndjeu këtë. Reagimet në rrjetet sociale nisën menjëherë. Komente që e cilësonin një nga meshkujt më elegant të këtij sezoni, sherifi i shtëpisë apo i vetmi që di të duket mirë pa u sforcuar. Kushtrimi nuk po luan një rol, ai po është vetvetja, dhe kjo është forca e tij më e madhe. Në një shtëpi ku shumë banor përpiqen të bien në sy me drama, debate të sforcuara dhe tension të vazhdueshëm, kushtrimi ka zgjedhur një rrugë tjetër. Ai flet kur duhet, hesht kur është më mirë dhe nuk e humb kurrë dinjitetin. Kjo e bën të duket ndryshe. Dhe sonte, me veshjen e tij si sherif, kjo diferencë u bë edhe më e dukshme. Pamja e tij kishte edhe një simbolik të bukur. Sherifi është figurë e rendit, e drejtësisë dhe e qetësisë në mes të kaosit. Dhe në shumë raste, kushtrimi ka qenë pikërisht ai që ka tentuar të ulë tensionet, të mos e çojë situatën drejt konfliktit të panevojshëm. Pa bërë moral, pa u imponuar, por thjesht me sjellje. Ndoshta për këtë arsye, publiku e sheh si djalin simpatik të Big Brother Kosova. Jo vetëm për pamjen, por për mënyrën si sillet. Simpatia nuk lind vetëm nga rrobat e bukura apo stili, por nga energjia që përcjell. Dhe kushtrimi sonte përcolli siguri, qetësi dhe finesë. Nëse i mungonte diçka sonte, ishte vetëm kali për të hyrë triumfalisht në studio. Por ndoshta Big Brother nuk ka nevojë për kaq shumë spektakël. Ndonjëherë mjafton një djalë i veshur mirë, me qëndrim të drejtë dhe buzëqeshje të sinqertë, për të marrë gjithë vëmendjen. Kushtrimi tregoi se edhe pa zhurmë, edhe pa drama, mund të jesh i pranishëm dhe i paharrueshëm. Dhe sonte, si sherifi i Big Brother Kosova, ai e fitoi primen me stil.